Në emergjencë, nga mjeku i emergjencës është konstatuar vdekje e fëmijës. Ka dyshime që të ketë nga rrymë, por nga pajisjet elektrike. 3 mund të i pështuan këta koshit afër që ishin, kurse të 4 s'patën mundësi. Biloni e theva derën, po ishte pamund. Rreth ora 10:25 në emergjencën e Spitalit Përgjithshëm Prizren është sjell një fëmijë pa shenja jete nga një shtëpi që është kapluar nga flaka. Në emergjencë, nga mjeku i emergjencës është konstatuar vdekje e fëmijës nga ky rast. Po ashtu edhe 3 fëmijë janë sjellë në repartin e pediatrisë. Ata aktualisht janë duke vazhduar trajtimin në repartin e pediatrisë. Ata kanë pas intoksikim prej tymit që ka qenë prej flakës atje në shtëpi. Sipas mjekëve pediatër, gjendja e tyre është stabile dhe janë në monitorim. Sot rreth orës 10 është raportuar për një zjarr në një shtëpi banimi në qendër të qytetit Prizrenit. Si pasojë e zjarrit, një fëmijë i moshës rreth 1 vjeçare ka humbur jetën. Dyshohet se kjo ka si pasojë e tymit, si pasojë e tymit ka dhe të vdekja. 3 fëmijë të tjerë gjithashtu janë shpëtuar dhe larguar nga shtëpia. Një të njëjtit janë dërguar për trajtim mjekësor në emergjencë. Njësitë emergjencës që dalën për rastet që janë në zjarrtikse të emergjenca dhe policia ka marrë informacion me ne janë ishte në drejtim të vendit ngjarjes. Edhe zjarri është lokalizuar plotësisht. Gjithashtu ekipet e njëjta kanë vazhduar të qëndrojnë me qëllim që të kujdesen që të mos përhapet zjarri përsëri. Policia konkretisht hetus nga sektori i analitimeve në bashkëpunim të me prokurorë dhe me ekspertë të zjarrit janë duke punuar që të mbledhen prova dhe dëshmi dhe me qëllim që të arrihet të përfundimin e së deri te zjarri. Nuk dihen saktësisht, ka dyshime që të ketë nga rrymë, por nga pajisjet elektrike. Ne ishim lokale kemi këtu afër dhe dëgjojmë disa zëra që po ndodh diçka, edhe vrapum të shohim se çfarë po ndodh. Kur e pam e kishte kapluar flaka këtë shtëpinë. Për fat të mirë 4 fëmijë mëna 3 mund të i pështuan këta koshit afër që ishin, kurse të 4 s'patën mundësi të him brenda për shkak se pajisjeve nuk kemi ato, vetëm shpinë kishte kapluar flaka gjithsej. Ka ardhur zjarrfisat kanë ardhur me një, kemi thënë zjarrfisat kanë ardhur me një kanë ardhur, po është shtëpi e vjetër, është shtëpi me drasa, e pamundur ka qenë zjarrfisat të bëjnë ato biloni e theva derën, po ishte pamund se dul flaka vetëm jashtë dul. Kemi kishte pamund me të bëj diçka nga ana e popullatës.